Pastaj pa. Pastaj kur tha këtë sfidën. Po i ke jap ideja. Jo, nuk e thash me zot nalë, të mendova. Ta kanë lexuar me endjen, a? Më duket se na lexojnë me një. Ose na shtajnë atu fol, na çesën dhe shkan pije, që na tu mëndu, po këna e foli me na tu mëndu që na tu mëndu. Ka mundësi se edhe Feri ja boni pari, që do nga buka, dhe vetëm kërë ja boni. Po. Edhe i thash qa E ka do mi vlu qatë ven, a? Të po musht, përsi. I thash qa ke. Jo, tha, isha të mendu, tha. Edhe qesha me një situatë që isha të mendu. Që di që me njerëzit këtu. A kesh edhe agoja, se që aty ke tema? Jo, qeshi vetëm Feri. A një tjetër sa një ka fol. Një ka fol një budallaki me një me shakem të fol na. Po, them, mos jena qmen edhe. Po. Na fillu me fol me veti. Po, na ma qështu shumë foli ma shumë dy vetë me veti. Qa fleti me veti? Unë doj, A bën nëjë tekst? jo, nuk para bëj tekste. Tekstin e bëj vish me muzikë dhe me muzikë lartë. Me muzikë vogël, me kështu s'muj me shkru pa. Ke nevoj për beat. Do me thënë, ti si e fillon këngën, e bën njëherë muzikën, mrapa e ke një tekst edhe e përshtat me atë muzikë? It happens, më nuk më ndodhë dhe qashtu. Këtë në varet për inspirimit. Nëse jam në studio dhe ullna me bëna i beat, ndërkohë të abo beatin, më kujtohet ndë një vi e bukur e refrenit. Po, Vija melodike e din shka është. pa e ti. Okej, nuk ka tekst. Ku e bën bridgin? Bridgin e bëj në mes të dy vendeve dhe ajo i lidh dy vendet. Ashtu, a. Pastaj ka lënë bridgin Poop the Horse. Po. Nga shto sonde pas kemi sos, nesër, fret, pranë vera, Ke tjera, ka që ke marrë. Stati ku marrë, po. Kanë gabum në letërshkrim. Jo, nuk gabojnë. I heqin vetë. Shumë të marrë pëse më thanë vishu, merë kapuç, merë dorza, ne në zjarë këtu. Vishu, tha. Qa me vesh, mo? Edhe, e kryoj bitin. Zakonisht kam tekste që shkruj me bitat YouTube-ës nëse jam largë studios. Qa më banes. Që janë gati. Po, kur më kap inspirimi, mu i më konë banes, mu i më konë kerr, zakonisht të ndodhë në makinë, që shkruj në makinë, shkruj shumë. Ku e të ndim Prishtinë? Prishtinë. Edhe zakonisht më bjenë më thugua posh. Te rruga bë. Jo, në Bregdilit. Prej Kujdilit, trap Kujdilit. A, ka kështu? Që të kom studio. Shumë nice prej Kujdilit. Si është e konga prej Kujdilit? I që kohë shumë Nësë ma pasi natin, rap aristokat, kushërime Sokratit, Luni. Fala Parisit, Pluma Beogradit, Sopranosit toni, Sopat Sorratit. Ha, flowin si në loa. Si qa thot? A din tekstin? Zakonisht më bjenë, jo. Zakonisht më bjenë, nuk ngoj shqip fort. O? Mu, ma ta kresha albumin, diskun që kishte të shi. 618. Shumë nice. 168. 168. 1968. Jo, 618. 618. Kesha is Manika. Manika. Një ditë para se më vu tërmë të akuma Kesha. Edhe tha shumë forca që i lajnë. Se ku më thirë fakt, më marrë mendimet. Singin. Ka? Singin Keshën ledrën. Singullon. Singulloja babaj. Ja. Shumë forca është. Mu Elvana më ta kërvyna. Përrej që të shkel qesh. Kush, Elvana Gjata? Se Shaki, kushërin e sana? No, pëtëm njifna. Ku e pa? Ku e pa? Kena shkryt në Instagram. I shkruva? Kena folë për një gjatë tjetër për koncertin që kishte me bënë maj, se do më dhonë biletat. E i thash që s'mund të vi se nështë jam në një format. Edhe unë zakonisht të këtë në temë të. Shkruj në makinë. Po më bjenë me uthtu Gjakov Prishtinë që i ka një orë gjysë rrugë. Më bjenë me uthtu me një mikun tim, i cili quhet Os, e përshëndes shumë, ja Osymi.
Edhe ai është raper shumë i fortë. Edhe ai nuk mundet me vozit pas zot lartë, kështu që shumicën e kohës jena të ngu muzikë jashtë. Prandaj hynë me vendit. makinë. Jo, më futën me makinë si raper, gangster. Po, zakonisht ngoj muzikë, jo shqip, se s'ngoj muzikë shqip, pak. Hip-hop. Ti nishe Drake. Dhe ngojmë edhe Drake, po ai ngan më shumë frangjesht, anglisht, do të Londrës, do whatever. Gjitha zhandret i ngojmë, po kështu zakonisht jena në formë edhe për bitas, edhe ai shkruan, edhe shkruajmë që aty në kërë kam i pa inspirimi interesant. Edhe në studio kam inspirimin e të mërshëm, të fortë. Edhe, kur jam të bo bit, nëse kam nëjë tekst për qatë bit, e vazhdoj, nëse jo, hi e shkruj, po kam qef zakonisht për çdo bit me shkru tekst të ri. A nëse kam nëjë me bit YouTube-ës, që kom shkru me nëjë bit YouTube-ës në makinë, këshyri me përshtat me nëjë bit temin. Dhe kjo procesi jam i shkrimit. Po zakonisht ndodhë krijimi i bitit, që aty është esenca. Kryesor, nëse se kini bit mirë, të bukur, ju mund është me shkru Cila tekst. është kënga më njohun që ke bë për dikën, që ke qenë producent? Po, kur shoktu i bjen më konë. Ti ke qenë producent? Me Lurën, bashkë me Lurën, përshëndesim E me dikën Lurën. tjetër? E kom bo ledri... Unë e di që t'lo që kamera i strefin. Aty e më dhe në spot. Klo. Spotin e kanë bëm duke të ne në... Ulqin, të të shpjetë e vogë. Te... wait. No. Buna. Laguna. Laguna Bunës. I think. Klo. Shumë nice, Bitin e kom bo unë bashkë me Lurën. Biti është fire. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Fillimi. Shumë nice. Ka bo zakonisht këngë të ledrit ja kom bo unë, qëto të funit. Ja kom bo me... Alban Skenderaj, që e ka ledri. Nata shumë e gjatë, unë shumë i pirë, po du më shmend. Loti do me dalë, po dë Tjetër, që kam produs për një iranjane, modele, aktore dhe këngëtare, një këngë që ka bo shumë klikime, Dubai, dhe shka o kënga dhe ka në shumë Dubai. Dhe ajo është super hit. Ka kishe dash me punu? Me Drake'in, shqiptar kom punu krejt, me Drake'in e kom kështu mision, synim jetësor. Po jo me punu, me bu bashkëpunim. Sa im duke të ka me pages këto shpunime. Krejt e kanë me pages, dhe sot njoftohen me mu. Mas ne i bjen pagesa. Se edhe me ledrin me bukon dush me pagu. Edhe me kreshën, edhe me lumin. Dhe more, s'mendoj që jam artist që duna me pagu. E kuptoj, po ashtu funksionon në ju. Po ashtu funksionon, po që me mu s'funksionon. Edhe me Drake'in, s'besoj që ka me funksionu qështu. Se... që ashtu mendoj, unë i kam qënë, unë i kam synimet, qështu i kam pak dë budalve. Dream big. Yes, or I don't even dream, që të e problemi, se s'flej. Pini moj drube pak me këto për gjona, mas ne e marim qëto. Mas ne jedim kashtën, ama ta s'kan gu me ullë. Të bojmë si dome. Në zanë crime. Ferim, faqe e një. Si besoj, po? Kanye, Drake. Drake. He's Canadian. Yes, I know. Canadian. Kom dojnë në Kanadian. Kanadë. A do në edhe një si, më shmalloj. Jo, po ha këto. Ha, qa po. Po, në është ta njef? Po e njef. Po dhe... Nëse se njef, nuk është diçka që s'preket. Se për momentin ku jam unë as ledri nuk është i prekshëm. Kur kesh. Obiden. Se unë e kom bashkëpunimin e kom që 2 vjetë bon. Që 2 vjetë është e bona konga. Po... edhe me Creation, edhe me ledrin. Me lumin, sorry. Që nuk janë të prekshëm kallaj. Dush më konë bajagi
Dora majt e Gresës. Edhe së më duket problema të drejke. Këta tjertë Amerikës janë shumë makallajt kapshëm. Kom miq që njohin artistat Amerikës. Shumë miq të mirë, artista. Po synimin du mi boja me Drake-in, mas nëna zvjen shpejt, unë do të marrë mas 20 vjetë. Një ditë parë se milionaj muzikën. Po pa bo nuk e lo. Kofta i gjallë është nëshë. Qalla. Po në këto syze të shofit. Po, nice. A e kone për studion e? Jo. Ngrit njën. Okej. Është vibe interesant. Po. Ti besoj e din. Po zullu me kallëzu. Po, e mendoj që do jetë. Po. Thëngjillje, thëngjill. I mbuluar. Gatë. Arë për ndeja mujnë. Sa ku më kesh. I zgadhe mranët e pora. Grecën se zgedha se thash njoftohet me dikon tjetër, shka kena ma follu në Greca ashtu dhen. Ishim met. Fëndin unë i ku më folë kecanat me Grecën, s'kum shka më njoftu mo, edhe pse publiku dojnë me na po unë s'ka po s'ka mi vetë, Greca, ku jeton te ja, unë i di edhe kur i vim, unë i di edhe kur i vjet cikli, me dote me kajtë të di, po dhe, o zdo një vjetë që aty në studio për dit. Erë pranvera. Ti se din ku jetoj unë. Ha? Ti se din ku jetoj unë. Shkodër, e Malësit Madhe, ku i bjen? Shkodër. Po. Ku është Malësia Malësia Madhe? Madhe? Ku i bjen Malësia Madhe? Është në kufi me malin e zi me Tuzin. Nice. Shumë bukur është. Aty jeton? Dhe funksionon? Po. Funksionoj shumë mirë. A ki mëndu më ndruvan? Kam ndruven, kam kanë në Milano, si që din. Kam në një vite, sa. Kam jetu në Tiranë. Ki cigare shtu shpit. Po i marroj se shumë pak janë. Jo marroj, nëse pijet pi se kanë me na pru nesër, se unë qëto që s'qysh sot i pi. Nesër e lo krejt. Po, kam Elvis prap besoj. Ku? Milano. Pëlqen Milano? Shkojmë bashkë Milano. Dhe mi vizitu Milano, ti bon që duhet mas ne? A din, njof Milano, njof shore rappers. Baby Gangen. Tony Effen. Rondon. Rondo! Kam God taku. damn, that's, Kem taku të dy. it's nice. Jo, të pojës më gjo. Tony Effen. Olevo Farel Boss. Qual è Go Tony. Rondo në gjo për kongës San Siro. Rondon e njo për asaj me një të rikon, Wagwan. Po dhe? Spaghetti Hit Mafia. Mafia, të neta. Qa kam një këngë kohë të funit që nuk e disha që eksiston. Eurovision. E keni? Që Është kanë Noisy. krejt Europa. Jo. Jo, qenë ka centralësia, po së më Central pëlqen ajo Sea. kongë mu. Po ideja është shumë nice, që ka marrë krejt për Europë. Ka plot kësi ideja. Shumë e bukur. Ka plot kësi e ka bo Jesus. Gëzuzi. Ka bo plot, është një ide wow, vëden. E bukur, unë ka pëlqyer. E bukur ideja, po nuk është diçka që e pa bone. Se më ka pëlqy konga, me të kallëzu drejten, se për shembull UK, me kush është atë Baby Gangja, cili është, jo Baby Gangja, është ky tjetri. Centralësia hen, Uatin i me të këtë me latë të për në mbëne të ahin, Përdin është një farë Disbalans. Po. disbalance. Se krejti kanë bërë për studiot veta, pastaj e kanë bashkë. Po, njëra bashkëpunimit është që ta qojnë demën ata, kështu që për shtat jo pak. Nuk po thëmu për shtat, unë për shembull si butës që shi për shtatën, se unë e urrej. Krejti për shtat. Unë e urrej atë pjesë, unë nëse bëj kongë me butën, unë kam me bë kongë si Adi. Po, jo qaq abeden me dalë ti normal si Adi. Vërtet që buta si për shtatin krejt. Se i tuten. I tuten. Është shumë nalt, e respektoj shumë, po I don't scare no, I'm not scared of no one, dhe nuk I tut në kërkujën.
shqiptar, kërkuj hiq. Tekstet, nëse ka këngëtar që e di krejt tekstet është buta. Respekte, I like him, Wow. por freak, kërkuj për vetë Zotit. Po jo, ai nuk ta bën për frikë, thjesht. Ai nuk ta bën, tjerë t'i friksohen se s'kan aftësi, unë kam aftësi, unë muj me hi me çdo reper të mundshëm para dhe pas kohës. Do të thonë prej të parëve që kanë ekzistuar deri në të ardhmen që kanë më ekzistuar, në më bëu kong me ton. E zakonisht në çdo bashkëpunim jam unik. Kom shtunën kom dalë një kong me Singin. It's a banger. Inshallah gjë. Se s'ma merr mendja se shoj shumë. Albume, dhe jam i ftuar në çdo album të reperave. Për një vjet. Amin bishte kreshat e lirikalli ala. Se ata punojnë shumë Ata edhe kanë me bë një album tash. ja, janë të i bë 2 albume. Notat e qeta. Një kresha vetëm, një lirikalli me kreshën. I'm sorry, inshallah s'm kallëzu në isan që s'duhet, fuck. Shtë s'bën më kallëzu Musa nëse shas. Edhe unë valla. Kresha të më shajt. Sorry, Po krejt Pi dashni se bëj. Nxjerr albume. për dashni se bëj. Kresha ka të bukur të krushqit me Mejba. Qa po të në zemrën e Lejna. Artistat kanë super albumet se kanë qitë ala. Që unë i kam ngu krejt. Singi kam i qitë një të shtunën, albumin jam i ftun që atë në atë album. Edhe është shumë interesant që shubo që ajo kongë. E që ati albumit. Edhe di kur u hi, një javë, jo një javë, po marë se e ka përfundu komplet albumin. I kom thonë që do me bu me që të kongë, ka thonë ku që ma kujtove, pishtin album. Ato i kom hi pa vetë. Zakonisht hi pa vetë, unë e kështu, bishit thëj, kom qëtë të ina që të ma bujnë, o gji, këtë dush. Qa mirë? Po se e kom kriju që atë farë standardi, edhe unë me këtë jam shok, nuk jam koleg. Koleg gjithsesi. Po bedin unë e thiri Singin, vjen të unë aty ku kom hajmë, Studion e pijim, ketë lokal. tonën. E kom bashkë me Lurën, tash është bashkë pronara dhe Ledri. Lurë është shok jam producent. Baba e di se ka thënë edhe Gresa. Yes. He's a great guy, kështu njeri me zemër shumë të mirë. Edhe jena dytë me qatë zemër, edhe na dytë muzikën e bojmë me shpirt, edhe për që ata për një vjetë punë. Po me Orin, si nolli bashkëpunimi? Me Orin, me Oriolën, e kom kriju një bit. Edhe vjen një kocë nga Shqipëria që bën vija melodike për disa artiste, për plot artiste. Oda Verdis, përse që di janë gjenë, është shumë e fort mundur, ki mujtë me angu edhe kongët, që të biles tash e ka shku viral një në TikTok, një kongë e vjetër. Është një artiste crazy, është artistja nashta ma forta që ku pa në krijim, për foli në krijim. Edhe... Sorry. Oda krijon muzikë. Domethënë krijimi i muzikës po foli është për vija të me një beat, ja shon një beat, çfarë do zhandrit mundshëm. Mi lujt me krasi, tallava, klasike, rap, pop, R&B, whatever, afro, çka vishë shoja një beat, ose mëse ja shoj heq, i thua Odës hin çaty, vënoj headphonesat, edhe unë ta shoj një beat të vish njeke çat beat. Crazy është. Dhe Oda ka kontakt me shumë, me gati me krejt artistet, edhe ka kontakt me Beyoncé në Xijana, ka është edhe me një label në United States shumë fort e në shkruna. Hatë edhe që ashtu angra. Edhe kena shumë shoqe edhe punojmë shumë bashkë. Edhe unë e bishe kisha pas një beat, sa po e bona, Oda vish erdhë sa të natë dhe i thash, Oda kom tash një super beat. Zakonisht na bojmë beata, bojmë vija melodike dhe vish i lojmë gjatë. Kush do që vjen ai artist, ja shumë, që e kena një projekt, if you like it, apëden. Po ajo punoj edhe e qavi, edhe ja qoj 2 artisteve, njënës nuk më imja për me, me një dyta është Oriola Marashi, po Oriola ke shumë e shpejt dhe e sakt në përgjigje dhe i tha, I want this, apëden edhe. Ka veç vija melodike e refrenit. Papi, kalma. Edhe tha, do vit, si më thone... Se si gjama, Mos shkoj dhe kjo vet, opa, kalma. Përshëndesi, Molën. Olën, pse Ola i thoni? Ola. Unë i tham Ola.
Kam shoqe. Ola. Tjerë duhet mi thonë Oriola. Jo, nëse mori, Ola. Ola, Oriola. Ola më e tonë. Sabi Ola, Ori, Ola. Nice. Miell, Të na Ola. gjonat e bukura marrin me Ola. Bravo. Jo, aja nuk marrën, po marrën ka me Ola, wow. Adi Ola. Adrola. An ashkoj? Kujdes mikrofonin, Anoda. Jam të jamush menen me marrë, po Sa o kalaj. s'mdon. Po im ka këqyri, Po edhe unë në radhë, moj, aty, të pakten. Po është në top, Po jo, po s'po du me ushit ashtu se, din ti. le ta ketë radhen është veç humbja asaj shpirt. Kush vjen mas meje, është veç humbje. Kush vjen pas meje në radhë është veç humbje për të. Okej. Puna se kanë kënë para te. S'ka lidhje, dhe para te e kanë kenë. Nuk është ajo, është nuk... I'm joking, Adi, ma jep një cigarë. Që që të iki? Ashta, odhejzën, sa po odhejza? Se kom pjesë një temë. Edhe... O ardhë Ola ka thonë do vi për 3 ditë, o ardhë fati ka qenë në Tiranë atë, sepse nuk jeton në Tiranë, I think. Qa shoka jeton në Tiranë punë në një emisioni. Po, di. Edhe... O ardhë e ka kompletu, ndërkohë e kena kompletu edhe rëpturën. Pjesën versin. Shumë nice, po. Edhe met një pjesë... Apo ma len mrapa këtë qako vente mas teje. Edhe ishte pjesa e një rëpturë tjetër të cilën menduam të jetë një reper. Unë ndërkohë, para se m'ja nisë, unë e kam kështu, është në shkun kontratën, para se m'ja në studiot, unë e kime mingu 10 demo. Gjësë qysh. Me zgjedh njënër. Jo, 10 demo të mija, ato në kom e të kalzu t'i qëfar t'i hisni jam, se nuk i qest... Talësh? Jo, s'talëm. Talëm për kontratë, po nuk talëm që para se m'ja nisë puna, unë e kom se kom boj kong prom, dhe dhe në gjitha kom me gjdo artist më në qënë.